në mënyrë të pa konsultuar dhe pa dhënë asnjë shpjegim, Kuvendi dhe të gjitha komisionet kanë anulluar raportimin e institucioneve të pavarura në Kuvendin e Shqipërisë, duke shtyrë këtë në kohë në legislaturën tjetër. Ata do duhet vinë dhe të raportojnë në Kuvend dhe Kuvendi të ketë mundësinë për të lëshuar rekomandimet për punën e tyre apo për mirësimin e punës së tyre. Nuk ka asnjë arsye që ju të mbyllni Kuvendin për llogaridhënien që kanë institucionet e pavarura që do duhet japin në Kuvend. Nuk ka asnjë rregull të tillë as në kushtetut, as në rregullore, përkundër vendimi juaj është shkelje flagrante e Kushtetutës Republikës Shqipërisë, sepse heq Kuvendit një nga funksionet kushtetuese. Ka qenë në pamundësi, besoj, të deputetëve dhe të drejtuesve të komisioneve për t'i përfshirë në kalendare dhe në digjes, për shkak edhe të asaj që kemi thënë herën e shkuar, prezencës deputetëve, toj shqetësimin zoti Bardhi, po besoj detyrën tonë do ta bëjmë si për digjesat e institucioneve të pavarura dhe krerëve të tyre në komisione, ashtu edhe në seancë plenare. Nuk mund ta them a mund të bëhen brenda këtij sesioni, por duke qenë se janë në kalendar, unë besoj se mundësia është. Ndoshta jo për të gjitha, po për disa prej tyre.